A më tregon e ke taku për së afër me komandantin Agim Ramadani dhe ke pas mundësi që ta njësh karakterin e tij në Koshar? Karakteri i njeriut shumë shpejt njihet në luftime. Janë rrethana ata si që e shpalosin me njëherë karakterin. Humbje e madhe është për Kosovën me hub në njeri si ai. Në 98-ën mu ka vra një shok i mirë, Shaban Gola, i Gjakovës. Ai ka qenë ushtar i parë që unë e kom ushtruar në luftë kundër tenkave, pse në ushtri kom qenë raketash kundër blindus. E në Koshare mu kanë vra dhe 3 shok tjerë. Ndodhe që një mërtaj plasi diko një 2 metra afër meje, në degët e një pemës. Edhe më shkaktoj të rënditje trunit edhe hupat pamit. Apo? Pamit krejt? Apo vetëm ke pas kështu? Krejt, zi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.